Arben Berisha dha sot dëshminë e tij në rastin Sekiraqa për të tretën herë. Prokuroria pretendon se Berisha e vrau triumfrizën i nxitur nga Sekiraqa, ndërsa Berisha thot se vrasjen e kreu për arsye personale. Arben Berisha është i dënuar me 35 vjet burgim për vrasjen e Rizës, por Berisha edhe sot në dëshminë e tij mohoi të ketë pasur ndonjë lidhje me Enver Sekiraqën, ai madje hodhi akuza në drejtim të prokurorit. Në pyetjen e prokurorit se a kishte pritur ai në parking triumfrizën për ta vrarë atë prapa shpindës, Berisha mohoi kategorikisht këtë. Prokurori tha se nuk po bën presione, por se një njeri është vrarë dhe kjo është çështje serioze. Prokurori deshi të vazhdoj përsëri me këtë pyetje, por kjo u kundërshtua si nga mbrojtja e Sekiraqës, por edhe nga vetë ai. E kundërshtoj këtë mënyrë fare të pyetje, pasi që këto nuk janë pyetje në fakt. Is it just mere speculations from the prosecutor? Këto janë thjesht spekulime nga ana prokurore. Ky kundërshtim i mbrojtjes nuk u pranua nga kryetari i trupit gjykues, ndërsa kjo e bëri të reagoj edhe vetë Sekiraqën. Ti mund ta thonë se është e arsyeshme edhe policia me shkullë për shtëpia me bë oferta presion në shëndet. Edhe kjo nuk është rasti vetëm, ka edhe tjera, por nuk po duhet më marr me to se ka kaluar çdo kujtë. Edhe ka sot me jo më kthy prapa ky çdo më kthy në ana korniza që i taka. Kryetari i trupit gjykues i tha Sekiraqës se për këto pretendime mbrojtja e tij mund t'i përdor mjetet juridike në dispozicion, ndërsa Sekiraqa vazhdoi me akuzat e tij ndaj prokurorit. Unë akuzoj informata me paketa. Ky jam shef në zyre si është prokuror politik, është prokuror ligjor. Gjithashtu, gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit, mbrojtja e Sekiraqës prezantoi një raport mjekësor, sipas të cilit në trupin e të ndjerit triumfriza ishte gjetur alkool. Seanca e radhës do të mbahet nesër.